Çështja është se kur shton edhe Molotovin. Po, kur në policinë e shtetit ka drejtues, të cilët shkojnë atje për shkak të politikës, shkojnë atje për shkak të bindjeve politike, për shkak të lidhjeve shoqërore miqësore dhe bëjnë punën e partisë, ata pastaj për të bërë më shumë se sa duhet zellshëm ndaj shefit të tyre, marrin veprime të cilët e tejkalojnë masën, sepse pa tjetër, vetëm nga ana se profesori Zeira i solli dy kënde, solli edhe rastin kur qytetarët e kalojnë masën, po edhe rastet kur policia e kalojnë masën. Qytetarët mund ta tekalojnë masën, policia është e përgatitur me skafando, policia e përgatitur me të gjitha mjetet për të përballur edhe me këta element të dhunshëm, po themi në thojza të dhunshëm ndaj kryejnë veprime të tilla. Dhe nuk është e nevojshme njëherë gazin lotësjellës ndaj qytetarëve të helmojë edhe ato ose ujin ku një qytetar është në mes së shtafruar afër te kryeministria në 50 metër i hidhet ujë dhe kështu e armiqson më shumë. Po, solli zoti Karas në rastin e protestuesve me flamur, ose me flamur. Te jetë e panevojshme gjithë ajo ndërhyrje, gjithë ajo shfaqje. Policia i ka 10 policë me kapata. Mundësitë që të identifikojë, kalon një ditë, dy, shkoj ta kap një javë mrapa. Në kuptimin e mirë të fjalës, ta kap nesër. Nuk është të thonë nëse s'mundet të ndërhyjë në moment. Për të shtuar diçka. Do të shkoj diçka, po. Po. Një ndër defekte që është kriju kjo praktik këtu në vendin tonë me tubimet dhe demonstrimet është defekti i legjislacionit. Kur vjen puna tek forca, përdorimi i forcës në mënyrë masive, domethënë ndaj gjithë demonstruesve. Kjo duhet të jetë rast ekstrem. Dhe ja këtë në kompetencë me ligj ati drejtuesit të operacionit policisë, ta zënë shefit apo zonës shefit policisë që drejton rregullin dhe forcat. Nuk mundet një funksionar i policisë, janë të ralla shtetet që ja kanë dhënë me ligj këtë kompetencë një oficeri policie. Shumica e shteteve ja japin autoritetet civile. Pse? Se ti po përdor dhunën në mënyrë masive ndaj gjithë qytetarëve. Edhe pse ata kanë apo mund të kenë shkelje aty në tubim demonstrim. Nuk është pak të përdorësh forcën ndaj një mase, qindra, mijëra njerëzve. Jemi dakord? Dhe këtë të drejtë se kush do urdhëroj për ta përdorur forcën, disa shtete me ligj ja kanë dhënë prefektit apo dhe organizme të tjera civile dhe jo policisë. Policia duhet të jetë zbatues. Në ligjin tonë është një gjë e tillë. Dhe praktika e mbylljes së procesit ligjor që hapet ndaj individëve që kapen nga policia me shkelje. Ne vazhdojmë si gjithë çështjet e tjera. Shumica e shteteve e kanë 48 orë deri brenda një jave, 72 orësh bile. I mbyllën të çfarë ke kapur ti dokumenta çoje edhe gjykata. Dhe mbi të gjitha gjykata duhet të vendosi ata që kapen duke djegur, duke thyer, duke shkatruar, duhet të zhdëmtojnë në mënyrë urgjente të zhdëmtojnë atë pronën private ose shtetërore që e dogjën që e shkatruan. Se është bërë në mënyrë masive djegim dhe askush s'mban përgjegjësi. Të nderuar, ne do kthehemi sërish tek roli i policisë së shtetit, zgjedhja e drejtorit të ri të policisë së shtetit, ndërkohë që do doja shumë edhe mendimin tuaj qytetar dhe profesional sa i takon një ngjarje të rëndë ku një 25 vjeçare nga Lezhë humbi jetën në qendrën spitalore universitare pasi kishte konsumuar fostoksin. Familjarët e saj kanë kallëzuar në polici partnerin i cili është shpallur në kërkim. Sipas të dhënave, ata janë divorcuar vetëm 3 muaj pas martesës në ver të vitit të shkuar. Familjarët akuzojnë se ai ka ushtruar dhunë fizike ndaj saj, gjë që përforcohet akoma më shumë pasi gjatë këshyrjes së trupit autoritetet kanë konstatuar shenja dhune në kokë, fytyrë dhe në njërin prej krahëve. Para se të konsumonte lëndën helmuese, e reja kishte lënë edhe një letër. Unë dua disa detaje nga kolegu i Kronikës Zez, Igli Çelmeta, të cilin e kam në një lidhje paralele. Igli, mund të na bësh një updatim të kësaj ngjarje të rëndë? Po, Andrea, fjalët e fundit të 25 vjeçares nga Lezhë Joana Nikolli ishin nuk mund ta lejoj të më bëj më keq se sa më kanë bërë, ju kërkoj ndjesë. Kjo ishte letra e lamtumirës e 25 vjeçares për familjen e saj, nënën dhe babain dhe 3 motrat e saj, të cilët jetonin në qytetin e Lezhës. Ngjarja e rëndë shënuar ditën e djeshme ku 25 vjeçaria ka konsumuar fostoksin
paraditën e djeshme dhe më pas ka qenë shoqja e saj me të cilën ndante banesën, pasi 25 vjeçarja Joana Nikolli jetonte dhe punonte në Tiranë. Ajo jetonte me qira në zonën e ish-fushës e aviacionit në kryeqytet bashkë me një shoqen e saj. Një ditë më parë, pra të hënën, dyshohet që ish-bashorti i saj, shtetas identifikuar si Eraldo Fizi, e kishte takuar pra ish-bashortën e tij pasi ishin martuar verën e vitit të kaluar në vitin 2025. Çifti, pra dy të rinjt ishin njohur që në gjimnaz, pra një dashuri e gjimnazit e cila ishte kurorzuar pra në verën e vitit 2025 me martesë. Martesi kishte zgjatur vetëm 3 muaj dhe më pas ishin ndarë dhe kishte pasur konflikte të herpashershme në çift, madje dyshohet se 25 vjeçari Eraldo Fizi ushtronte dhunë psikologjike sistematike ndaj të res. Dhe të hënën pasdite dyshohet që ai ka shkuar pranë banesës së vajzës në ish-fushën e aviacionit në kryeqytet, aty ku ajo jetonte me qira me shoqen e saj, e ka takuar dhe dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj të res, e cila më pas është kthyer në banesë ditën e djeshme rreth orës 3 të mëngjesit dhe në paradite ka marrë dhe aktin ekstrem duke konsumuar fostoksinë dhe duke lënë një letër për familjen e saj. Të gjithë ngjarjen e rëndë ka konstatuar shoqja e saj me të cilën ndante dhe banesën, e cila menjëherë ka lajmëruar familjarët e të ndjerës, ambulancën dhe policinë e shtetit, në rastin konkret komisariatin numër 2 në kryeqytet, i cili ka dhe si jurisdiksion zonën ku ka ndodhur ngjarja. Menjëherë e reja është dërguar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza me shenja jete, madje ajo ka treguar edhe para oficerëve të policisë gjyqësore se ishte dhunuar, por fatkeqësisht pas 2 orësh ka ndruar edhe jetë dhe menjëherë kanë shkuar dhe familjarët e vajzës, motrat, babai dhe nëna në komisariatin numër 2 për treguar më shumë detaje rreth dhunës që ish-bashorti i saj Eraldo Fizi kishte ushtruar ndaj të res, madje ka dhënë dëshminë edhe shoqja me të cilën ndante banesën, pasi kishte informacione për situatën, pasi vajza ishte kthyer në orët e para të mëngjesit në banesë e dhunuar dhe me shenja dhune në trup. Kjo është konstatuar edhe nga qyre paraprake e trupit të ndjerës, por pritet të bëhet dhe ekspertiza mjekoligjore. Menjëherë policia e Tiranës ka shpallur në kërkim 25 vjeçarin Eraldo Fizi për veprat penale, shkaktim i vetvrasjes dhe dhuna në familje. Policia e Lezhës ka kryer kontrollën në banesën e tij në Lezhë, por nuk është gjendur në banesë. Kur janë marrë në pyetje familjarët e personit të shpallur në kërkim, kanë deklaruar para oficerëve të policisë së Lezhës se nuk kanë dieni se ku ndodhet pra djali i tyre. Sipas informacioneve që ka policia e shtetit në bazë të dhënave të sistemit tim, se rezulton që nuk është larguar nga territori shqiptar dhe dyshohet se fshihet në Tiranë dhe për arsyen se ka dhunuar pra ish-bashortën e tij, ai nuk paraqitet në polici për të marrë në pyetje lidhur me akuzat dhe pretendimet që ka pasur e ndjera, por edhe familjarët të saj se ka ushtruar dhunë. Por nga informacionet që kam arritur të disponoj Andrea, është fakti që edhe para 2 javësh e ndjera ka shkuar në spitalin e Lezhës, burime nga spitali më bën me dije se ka shkuar me shenja dhune në sy dhe ka deklaruar në spital se është rrëzuar, pra nuk ka treguar të vërtetën, çka tregon që e ndjera ishte një presion psikologjik dhe fizik dhune prej kohësh pra nga ish-bashorti i saj dhe rezulton që nuk ka bërë asnjë denoncim as në policinë e Lezhës dhe as në policinë e Tiranës lidhur me rastin e ushtrimit të dhunës psikologjike dhe fizike ndaj saj nga ish-bashorti i saj 25 vjeçari Eraldo Fizi. Ivi, falenderoj për gjithë detajet që përsolla. Faleminderit juve.